Disa lëvizje kanë ndodhur së fundmi në Policinë e Shtetit, konkretisht në Komisariatin nr. 2 dhe 3 të Policisë së Tiranës. Pak ditë më parë, shefi i krimeve në Komisariatin nr. 2 është transferuar në Komisariatin nr. 3 dhe shefi i krimeve në Komisariatin nr. 3 ka kaluar në Komisariatin nr. 2. Po ashtu edhe një oficer i policisë gjyqësore dhe një agent krimesh janë lëvizur nga Komisariati nr. 2, por ende nuk dihet zyrtarisht se ku janë transferuar. Ndër të tjera, burimet bëjnë me dije që edhe shefi i Komisariatit nr. 2 ka dorëzuar dorëheqjen e tij, por ende nuk ka informacion nëse ajo është pranuar. Gjithashtu, nuk dihen zyrtarisht arsyet e këtyre lëvizjeve të ndodhura në një nga komisariatet më të rëndësishme të kryeqytetit, siç është ai nr. 2. Kohët e fundit, Komisariati nr. 2 ka zhvilluar disa operacione të rëndësishme, siç ishte edhe arrestimi i ish policit Altin Morina 7 ditë më parë, i cili prej 11 muajsh ishte shpallur në kërkim nga SPAK në kuadër të operacionit Revanshi për bashkëpunim me Durim Bahmin në kultivimin e kanabisit në vitet 2019-2020 në Tapiz dhe Nikël. 2 ditë pas këtij operacioni të suksesshëm nga shërbimet e Komisariatit nr. 2, ndodhen ndryshimet në këtë komisariat. Kujtojmë që 4 muaj më parë në Policinë e Shtetit u zhvillua gara dhe u emëruan 48 shefat e rinj të komisariateve dhe të krimeve në të gjithë vendin, të cilët në bazë të ligjit të ri për Policinë e Shtetit kanë një mandat 3 vjeçar.